Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falenderimi takon Allahut Azza wa Jalla, atë falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet i dërgojna Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe këtë muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Kjo është dersi i 45 i radhë, i 45 i radhë që flasim në 40 hadithet e Imam Neveviut. Edhe në fakt kjo është dersi ose hadithi i 17 i radhë. Domethënë gati ju kemi afruar, ka gjysa. Kjo është hadithi i 17 i radhë. Dhe hadithi ky i cili vjen prej Shaddad ibn Ausit, të cilin në hadith e ka pru Imam Neveviu në 40 hadithet e tij, por e ka sjell Imam Muslimi në Esens, Ibn Majah, në Saiu dhe të tjerë. E kanë sjell këtë hadith. Hadithin pra vjen prej sahabiut Shaddad ibn Aus. Shaddad ibn Aus kë thotë se 2 sene thintani hafadtuhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. 2 sene i kam mësu për i pejgamberit asëm i kam rujt. Jo që s'kam mësu sene tjera, po don me specifiku, don me veçu. Edhe thotë ato të janë se ka thonë pejgamberi alayhis salam, inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay. Allahu e ka shkëru, Allahu e ka obligu mirësin në çdo gjë. Fa idha qataltum fa ahsinu al-qitla. Kur të vëritni me mirësi. Kur të vërisni me mirësi. Wa idha dhabhtum fa ahsinu dhibha. Kur të therrni kafshën, therrani me mirësi. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Edhe tha, ndonjëri për juve, le ta prejnë mirë, le ta rregullon mirë tehun e thikës, edhe para se me therr kafshën, le ta qetëson kafshën, bagetin që aje ka plan me therr. Kë pra është hadithi që thash e ka për Imam Neveviu. Por para se me hin hadith, 2-3 fjalë po i tham për Shaddad ibn Ausin, për shkak se s'ka në hadithet e mëhershme s'ka pas transmetim për këtij sahabiu, atë po i themi pak fjalë për këtë sahabi, 2-3 fjalë veç që me hin pastaj në hadith. Shaddad ibn Ausi ky një prej historianëve që njihet me emrin Ibn Ishaqi ka thonë se ky është prej sahabëve që pejgamberit ka marrë pjesë në bejën e dytë. Në bejatu al-Aqaba që thonë në dytën. Kjo ka rastis një kanë thonë 2 besatime pejgamberit alayhis salam para se me shku pejgamberi alayhis salam për në Medinë. Në dytën herë kur kanë sahabët, një grup sahabe që hale pejgamberi s'pat shku në Medinë, edhe kënar të allojnë në besën se na ty të kena para familjes. Na në koftë në gjendje mu faru familja, këna mu faru më ty s'kana me të leon. Pa u faru na e familja, pasuria ketë, të tes ka me ardhë, kështë në kuprimi, të tes ka me ardhë armiku. Dhe në mesin e këtyre të dytës herë, ka qenë edhe Shaddad ibn Ausi, thot Ibn Ishaqi kë, ndërsa ka marrë pjesë në luftën e Bedrit, lufta ma njoftëra që nifet, ka marrë pjesë në luftën e Bedrit, edhe në luftën e Uhudit. Mirë po, Ibn Ishaqi ky historian që nifet në histori, edhe për më këty historisë, pak pa u këtyt Ibn Ishaqi, kjo është ka gjështirë. Ibn Ishaqi thot se ky ka ra shahid në luftën e Uhudit. Ka ra shahid, është vratu. Mirë po, ata që i kënë qyrë zingjirë të ngjarjeve, për ty në Bukhariu, ka thonë se nuk janë të vërteta, që ai nuk është e vërtet, që ai ka marrë, ky sahabi ka marrë pjesë këtu dhe është mbyt. Në luftën e Bedrit është e vërtet. Mirë. Pseudonimi i tij, disa prej tyre, pseudonimi i tij që nifet Ebu Ja'la, ose i kanë thonë Ebu Abdurrahman. Mirë po, nifen si pseudonime këtu të tij, por emri është Shaddad ibn Ausi. Farefisnia rënja ati është Ensari. Është Ensari i cili ka lindur në Medinë. Ensari janë sahabët
shokët e pejgamberit, që i kanë ndihmu pejgamberit dhe islamit dhe muslimanëve dhe sahabëve të mëhershëm, që kanë bërë edhe shpërngulje prej Mekës në Medinë, po këta që kanë ndihmu me islam, e kanë përgatitur terrenin, e kanë ndihmu pasaj sahabëve sa në quhen Ansari, edhe kanë lindë ato edhe në Medinë. E ky është prej tyre. Ky sahabi ka vdekur për vitin e tij, me thonë janë dhënë shumë fjalë se në cilin vit hijri ka vdek. Disa kanë thonë se ka vdek në vitin 54 hijri, disa kanë thonë 58 hijri, disa kanë thonë 64 hijri, disa kanë thonë 41 hijri. Por nuk janë me një fjalë të prejnë, alayhim selam, nuk janë bashkë të prejnë se në cilën vit hijri ka vdek Shaddad ibn Ausi. Mi po për vendin nifet. Vendi i tij ku ka vdek Shaddad ibn Ausi, që transmetuesi këtij hadithi, është Sham. Në Sham, ma detajisht në Quds, në Palestinë. Në Qudzin, Palestinën që sot është i uzurpuar prej të tjerëve, në këtë vend ka vdekur ky sahabi. Ndërsa është një transmetim që ka sjellë Imam Ahmedi për Ebu Dardas. Kur ka folë Ebu Dardaja, një sahabi tjetër i madh, kur ka folë për këtë sahabi, ka thonë se Shaddad ibn Ausi mimmen utiye ilmen wa hilmen. Se këti sahabijut që po e sjell hadithin, e ka thonë një sahabi tjetër që nifet i madh, Ebu Dardaja, ka thonë se Shaddad ibn Ausi i është edhe në dije dhe urtësi. Dije dhe urtësi. Pastaj po e sjell një hadith kur tregon se hadithi është në Majmu' al-Zawaid, ndërsa në këtë hadith thotë që një ditë ky Shaddadi erdhi tek pejgamberi alayhis salatu wasalam. Dhe e po pejgamberi alayhis salam, e po që pak u shka e rëndën diçka, po e ngushton, sikur diçka ju ka bën si me thon ai bajatusur. Edhe i tha pejgamberi, Shaddad, çka ka? Thoj dërgumi i Zotit, diçka më ka bën thot bajat jeta. Dëshish më ka ngushtu toka vendi. Sikur don me thonë që nuk di pse po jetoj më. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam tha, jo kështu. Tha se do të çlirohet Shami. Do të çlirohet Shami, do të çlirohet Beit el-Maqdis, Kudsi. E ti dhe baba jët keni me qenë imam të atij vendi. Si me thonë udhëheci dietar të atij vendit. Ja ka bo me shenjë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse hadithin ka thonë el-Haythamiu ka shumë burra të panjohur në këtë zinxhir. Me rëndësi, por ky hadith kur tha pejgamberi alaihi salam në këtë pibisi shkurt një herë, e tani mush me diçka me detaju pak më shumë, si bles pibi. Na mësoi pejgamberi sa që më kon njerëz të sjellshëm. Jo të sjellshëm për shembull vetëm me njerin, por na ka mësu pejgamberi alayhis salam kë pjesa më e madhe e këtij hadithit që na mëson neve edhe kafshën, qoftë deven, lupën, ose të ngjashme, delet, dhit, pulën ose një shpend që lejohet më ngron, cilën do prej tyre që e therr na ka mësu ky dini islam, na ka mësu ky dini islam me qenë të edukuar edhe në kafshën që je duke e përgatit për therrje. Nuk flitet që në edukatën njëri me njëri, edukatën me Allah që tash I përmendëm pak më në vazhdim, vetëm se na ka mësu që me qenë të edukuar edhe me kafshën si kafshë kur e therr. So që kur e therr kafshën, tha edhe thikën që don me therr, don me çathik me prej, kur e mprej thikën, tha mos me prej, sikur mos mu prej thikën sy të kafshës, por me përgatit thikën më herët. Pastaj mos me kap me vrojë me sene, po me rahatu një herë kafshën. Për këta tha pejgamberi, e kur të therrni përmirësa se rregullone therrjen tuaj. Kia, përveç që me kon të mirësjellshëm, njëri me njëri dhe të tjerë, por ky hadith na mëson me kon të mirësjellshëm edhe me kafshët që na I therrmi dhe I prem, me kon të kujdesshëm. Ky din është dini I rahmetit. Dini I rahmetit. Nuk është din I atyre që edhe kafshët
që janë të egra, ja drejtoj njerëzve. Nuk janë. Kjo është dini rahmetit. Por edhe kur të vretni hadithi tha, edhe kur të vretni fa ahsinul qitle. Kur të vretni tha, jepnja përmirësone, rregullane edhe vrasjen si vrasje. Edhe vrasjen si vrasje me qenë rregulluar. Tash po hi inshallah pak fjalë për fjalë hadith mush me nxjerr diçka prej hadithit një herë keni e përgjithshme. Pra pejgamberi alayhis salam, sipas hadithit që e prej Shaddad ibn Ausit, tha se ka thonë pejgamberi alayhis salam tha pejgamberi alayhis salam që Allahu azza wa jall e ka urdhëruar mirësjellje në çdo gjë. Ka urdhëruar mirësjellje në çdo gjë. Kur të vritni, përsëseni vrasjen. Kur therrni kafshën, përsëseni therrjen si therrje, edhe kur ta rregulloni thiken për me therr kafshën, mos e prehni në sy të kafshës. Për këtë hadith tash përmend disa fjalë për fjalë. E para, kur tha keteb Allahu l-ihsan. Ketebe që kjo, Allahu ka obligu. Kjo fjala që ketebe, Allahu ka obligu që me qenë të sjellshëm, obligimet janë dy lloje si obligim, një i thonë obligim shariatik, një i thonë obligim kozmologjik, dhe kjo shariatik në këtë pikë është obligim ose obligim shariatik. Që Allahu ka kërku për teje këtë obligim me qenë i sjellshëm, me pos mirësjellje në çdo gjë. Dhe kjo obligimi pasaj shkrim, Allahu sikur e ka shkru dhe e ka obligu, ama është për qëllim obligim, nuk është për qëllim obligim kozmologjik, por është shariatik. Allah azza wa jalla sikur këtu në këtë hadith na ban me shenjë që Allahu veç i ka shënu senet më herët. Veç Allahu i ka shënu gjërat më herët, para se me kriju tokën edhe qiellin me 50.000 vite më herët. Sikur që e sjell një hadith Imam Muslimi, që tha se, ka thonë pejgamberi alayhi as-salatu was-salam, keteb Allahu maqadir al-khalaik qabla yakhluqa as-samawati wal-ardi 50,000 sana. Allahu i ka shkru kaderet, edhe asaj se çka do të ndodh në këtë deri në kiamet, i ka shkru 50.000 vite para se me kriju Allahu tokën edhe qiellin. Qal wa arshuhu ala al-ma. Edhe fundi i hadithit thot, dhe froni i Allahut ishte mbi ujë. Dhe froni i Allahut ishte mbi ujë. Këto kur tha pejgamberi son, keteb Allahu al-ihsan. Allahu ka obligu, ka bon obligim mirësjelljen. Mirësjelljet çka hin këtë hadith, se fundi i hadithit ke me koni sjellshëm dhe me kafshën. Dini Islam për me tregu të mirat e tij, domethënë na ka bon që me kon mirësjellje, me pos mirësjellje edhe në kafshën kur e therrni. Mirë po. Pjesa e parë e hadithit, ketaballahu al-ihsana ala kulli shay, ihsan që të mirësjellje hen krejt dok. Hin mirësjellje ndaj Allahut, hin mirësjellje ndaj vetes tënde, shpirtit tënd, edhe hin mirësjellje ndaj të tjerëve. Krejt hin këtë pjesë. Se tha pejgamberi, Allahu ka shkru, Allahu ka obligu. Obligimi shkëm obligim shariatik bjerë. Allahu ka obligu mirësjellje në çdo gjë. Obligim mirësjellje, me pos mirësjellje me Allahun. Me shpirtin tanë dhe me të tjerë. Me Allahun, çka i vjen? me koni mirësjellshëm ose me pos mirësjellje, me koni edukuar, me Allahun azza wa jall, që sikur që na mësoi pejgamberi alayhis salam në hadithin tjetër të vërtet, Gjibrilit, kur tha en ta'bud Allaha ka'annaka tarah. Kur u pyet pejgamberin nga ona e Gjibrilit, i tha, çka është ihsani? Çka është mirësjellja? Çka është e mira? Pejgamberi alayhis salam në hadithin tjetër, ju në këto, e zbërthej këtë fjalën në këtij hadithi, kur tha se mirësjellja është me adhuru Allahun sikur se ti e sheh atë. Sepse ti nuk e sheh atë, ai të sheh ty. Nga që kjo pjesë na mëson hadithi që të jemi të mirësjellshëm me Allahun, të kemi të kujdesshëm kur ta adhurojnë Allahun, t'ia dhojna kulmin e mundësisë, t'ia dhojna
këtë maksimumin, çka mujna me bon, në raport me ibadetet tona, me Allahun Azza wa Jall, hinë në këtë pjesë, në këtë fjalë të hadithit. Me koni sjellshëm me Allahun Azza wa Jall. Kështu tha pejgamberi alayhis salam. Me koni sjellshëm kur t'ja bajsh ibadetet Allahut, namazin tënd, me koni sjellshëm, mu përpiq dhe me u përpiq në maksimum, me fokusu veten tënde që je në namaz. Je në namaz. Mos me shku nga ai kënd që ti je në namaz, por mendet tua janë në tregti. Ose ti je në namaz, por mendet e tua janë në ora të lavru. Mirë, po përpiqet me konë mja dhon hakun. Je në namaz, je direkt tek Allahu. Je në namaz, Allahu ka kthy fytyrën e tij nga ti. Allahu është duke të përcjellur. Allahu është duke të shiku, duke të ndëgju. Allahu Azza wa Jall. Kështu që me koni kujdesshëm. Pastaj, edhe sa veprat e tjera, për shkak kjo pjesë na mëson në çdo aspekt me koni sjellshëm me Allahun. Agjerimin tënd, mu përpiq bashkë që dën Zoti m'ia bën. Haxhin tan, Allah inshallah ka për haxhileve tash. Haxhin tan kur të bajsh, me koni përpjekt në haxhin tan mu përpiq veç për Allahun. Umrat e tua kur i kryn, veç për Allahun, me kon strikt. Abdesin kur ta mersh, me kon preciz. Jo veç pak një 30 ditë që të në gjysë, mila, dhe në gjysë para krahut, edhe kry punë, hajtë se hadithi po thëtë, Allah ka bërë obligim, mirësjelljen në çdo gjë, dhe mirësjellja këtu e para, po i bika me konë, ka bërë obligim me pos mirësjellje, ti ndaj Allahut. Dhe që kjo obligim, a di çka i bjen? Sa që kur e përmenda porzit në namaz, kanë thonë disa prej dietarëve islam, për Ibn al-Qayyim, ka thonë se nëse nuk ke ki këtë mirësjellje në namaz, edhe khushuin, frik respektin se ki, se njoni vërtet, nëse si ko me ata sajt kërkun hesh namaz, frik respekti ati mungan. Që Ibn al-Qayyim ka thonë, me bëmë të mungu që kje namaz, namaz nuk ki heq. Namaz ki heq, namazit nuk ka prish. S'pithejme se është mendimi sakt kjo, por mjaftën që dikush e ka thonë. Mjaftën që dikush e ka thonë, s'pithejme në ashtë që është konkluza e fjallës në qatë temë që ka të reka. Edhe abdesin tanë kër e përmenda, jo për shembull gjys abdesi, po abdesi mu përpis, mi ava hoke. E kryn taman. Bele Ebu Hurajra radiallahu anhu, njës shok i pejgamberit, kur merr ke abdesin, ju me lotën gjys para krahut. Para ja baj ke zgat ke dikteta që kon. Bile si pa to transmetim, po veç dekimi mi halon. Diktetën që kon zgat ke, dhe në gjys mushiqit të shëmë thonë. Dhe në gjys që sajna, e zgat ke. Dhe kemi Allah hokun. Pejgamberi na ka mësuar vetë ai. Me Allah hokun qërta, kur ta kryni për ju që keni mikra. Kur ta kryni për shumë lamjën e fetyrës. Kur të lani, me mod dhe ujtë rëk. Inshallah praktikani këtë senet. Edhe ja bani një herë mikës. Apo një herë bile. Detaje na ka të regu. Qëre, kujdes, kur t'i jep një mes kokës, mja bo pak e veshve. Detaje. E tani kur i kënë detaju, djetarë kanë qërë, mashta ma e qëllu me është, me qatë ujë që jep mes kokës, me qatë njëtjet dur të lakta, pa i lagur për sëri, mja bo dhe veshve. Pse kam përmend këtu detaje? Se ti me konë sa ma preciz në abdesu është ibadet. Në çdo ibadet, mja dhonë hakun, me pos mirësjellje, ndaj Allahut Azza wa Jall. Në përmend abdesin, namazin, agjerimin, ama ti merren çdo gjë. Kur ta dhosh një sadok, nëse do dikush me dhonë të vene dhe i gjamis, ka del, për shembull, mos me nxjerr ato, edhe e patë për shumë plan me dhonë, gjysërë me lonë që atë në ork, e me gjysërë, po kure po që Gjaferi ka lej ofër, për shumë të ashtë në si me që gjys, i mund një 2 ishtimi, plan e patë gjys, jo kështu, i badetet jepja hakun, bani veç për Allahun, kjo është pjesa e parë, që ka kuptuhet për këti hadithi, kur tha pejgamberi, keteb Allahu l-ihsana ala kulli shay. Allahu ka bërë obligim me pos mirësjellje në çdo gjë. Mirësjellja po i bika, mirësjellja ndaj Allahut, në ibadetet që ja bën Allahut, edhe këtu nëse ka pak nevojë me fol, edhe mirësjellja ndaj shpirtit tënd, edhe këtu flas me herën e ardhshme, edhe mirësjellja ndaj të tjerëve. E pastaj me kalu dhe në pjesët e tjera që kanë nxirret prej këtij hadithi të 17 të haditheve të Imam Nevit që kanë mbledh, të mbesin për herën e ardhshme. Elusmi Allahun Azza wa Jall të na fort na mëshiron, elusmi Allahun Azza wa Jall prej sinqetëve të mirëve të na ban dhe në xhenet me pejgamberët të na takon të na bashkon. Walhamdulillahi rabbil alamin.